Jemi në vendin më të bukur të Qarshis, aty ku historia ka lënë gjurmën, e tash po flasim për Qarshin e vjetër, zemra qytetit me punë tradicionale të zejtarve dhe ku çdo gur ka një tregim. E tash këtij vendi plot shpirt i tradit ju shtua edhe hotel Sahat Kulla. Për më shumë pamje të bukura të këtij vendi, e ndjeki materialin në vazhdim. Brenda mureve të këtij objekti hotelier, secili klient mund të gjejë pastërti, rehati të plotë dhe një ambient të ngrohtë që kombinon stilin tradicional me komoditetin modern. Çdo dhomë është rregulluar me kujdes për t'i dhënë mysafirëve ndjesinë e pushimit të merituar, pikërisht në zemër të qytetit. Hotel Kulla e Sahatit nga sot ka hapur zyrtarisht punën si një pikë e re referimi në Qarshin e vjetër, vendi ku mysafirët ndihen si në shtëpi, ndërsa shijojnë gjithçka të bukur e historike në kaldrëmët e kësaj zone. Hotel Kulla e Sahatit synon të bëhet jo vetëm destinacion për vizitorët, por edhe për qëndrim të këndshëm. Këtu së shpejti do të jetë në dispozicion edhe mëngjesi për secilin mysafir, me një staf profesional të përkushtuar dhe mikpretës. Mysafirët do të ndihen mirë në secilin hapësirë të hotelit.